kam ndjerë më fuqishëm se sa këto javë të fundit, ku Evropa po duket që po ndryshon, demokracia po ndryshon dhe kjo nënkupton se është koha që të mbajmë sundimin e ligjit, si edhe ju jeni të përkushtuar në këtë vend, në këtë shtet, dhe është shumë kruciale apo shumë rëndësishme. Dhe natyrisht jemi ne ata të cilët mbajmë përgjegjësi për ruajtjen e drejtësisë, edhe është bara të cilën duam ta mbajmë, duhet ta mbajmë, edhe është kështjellë kyçe për demokracisë edhe natyrisht edhe efikasitetit të gjyqësorit. Dhe gjithmonë dhe e përmendi dhe gjithmonë efektivitetin apo efikasitetin e Kosovës se sa mënyrë profesionale keni përmbushur këtë rol. Ka shumë gjëra të cilët duhet t'i bëjmë, natyrisht e kemi përmendur edhe disa raporte të BE-s dhe të EULEX-it, edhe ju jeni natyrisht të njoftuar aq sa jam edhe unë. Dhe e di që jeni duke punuar shumë me zell që këto çështje të cilët janë tekstuar në këto raporte që të përmirësohen. Por kisha me thonë që ju e bëni këtë me përkushtim, duke fuqizuar demokracinë e Kosovës edhe më tutje, dhe natyrisht e di se ju këtë e bëni me mbështetjen e shokëve, aleatëve dhe partnerëve, domethënë siç është Mbretëria e Bashkuar edhe në bashkia ndërkombëtare të tjera. Kështu që ambasada edhe këto muaj edhe zbatuesit e këtij projekti kanë pas dëshirë të punojnë së bashku me qëllim të themelimit të ekipit të përbashkët hetimore. Dhe me të vërtetë një punë, një arritje shumë e madhe sa i përket koordinimit të përbashkët të institucioneve apo ndër institucioneve dhe natyrisht përmirësimi i efektivitetit apo efikasitetit të hetimit tuaj. Dhe natyrisht e kemi edhe rregullorën dhe kemi krijuar një kornizë ligjore e cila lejon më tutje për një bashkëpunim më të fuqishëm dhe të shkëmbimit të informatorëve mes të agjencioneve. Dhe është një testament për punën tuaj me zell që keni bërë, dhe tani mund të vazhdojmë tutje në fazën tjetër. Domethënë gjitha këto faza të rëndësishme të zbatimit apo faza e zbatimit, kështu që nuk kemi këto vetëm që të festojmë, domethënë themelimin e ekipit të përbashkët hetimore, po edhe ta përkushtojmë apo ta obligojmë veten si partner dhe në mes vete që me të vërtetë të bëjmë këto gjëra apo këto ekipe të funksionojnë dhe të fillojmë të arrijmë rezultate të vërteta. Edhe si ambasada britaneze ne jemi plotësisht të përkushtuar të punojmë me juve gjatë këtij rrugtimi. E dim që nuk do të jetë lehtë, nuk do të jetë i shkurtër, do të ketë pengesa në rrugë, po natyrisht ne do të vazhdojmë të punojmë punën me juve edhe në anën praktike, po natyrisht edhe në anën diplomatike dhe politike, në terme politik, kur ashtu është e nevojshme që të ndihmohet. Kështu që vetëm desha t'ju falenderoj edhe një herë dhe partnerëve tonë, domethënë edhe Altinës dhe të gjithë juve që keni bërë punën, për çfarë keni bërë, dhe duke arritur me këtë arritje apo një vegël kaq të komplekse, po kaq të rëndësishme, edhe një herë dëshiroj ta theksoj, ta them se sa kjo është me rëndësi dhe është rëndësishme për vetë shtetin, po edhe për Mbretërinë e Bashkuar dhe për partnerët e tjerë ndërkombëtar. Kështu që faleminderit shumë dhe natyrisht do të vazhdojmë tutje me diskutimin. Faleminderit shumë. Nderuar ambasador Jonathan, nderuar ekspert i ambasadës britanike Esmond, i nderuari Lawrence, nderuar drejtor i përgjithshëm i policisë zoti Gazmend Hoxha, të nderuar përfaqësues tjerë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar pranishëm. Është një asije veçantë që para jush që gjendem këtu dhe të jem në këtë ceremoni, përmes së cilës bëhet edhe lancimi i ekipit përbashkët e timit, mbështetja e departamentit të hetimit policisë dhe departamentit të inteligjencës dhe analizës, si dhe forcimi i bashkëpunimit dhe rritja e efikasitetit të hetimit të krime serioze, siç është krimi i organizuar dhe pasimi i paras, por jo vetëm. Fillimisht dua shpreh falënderimet për mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë Bashkuar të Britanisë dhe Irlandës Veriut, përfaqësuar nga ambasada britanike, për mbështetjen e vazhdueshme në forcimin e kapaciteteve tona
dhe të sistemit prokurorial në përgjithësi, e veçanërisht tani për prokurori speciale. Në përpjekjet e përbashkëta për të përmirësuar cilësinë e hetimeve brenda prokurorisë speciale, ngritjen e kapaciteteve policore në fushën e hetimit dhe ndjekjes penale të suksesshme të vepra penale të rëndësishme dhe sfiduese për ne kundër veprimtarisë kriminale. Shpreh minor më të thellë dhe falënderimet mia më të sinqerta për ambasadën britanike që mes projektit të saj, përveç të tjera, ka luajtur një rol kryes në hartimin e rregullorës për ekipet e përbashkëta të hetimeve, akti cili është i rëndësishëm të veçantë në hetimin e vepra penale të cilat bien kompetencë e prokurorisë speciale. Kontributi juaj, ekspertiza e ofruar nga ekspert projektit, siç e përmenda, mbështetja pa kursyer dhe bashkëpunimi me ekspertët vendor, kanë qenë thelbësore për siguruar cilësinë, përmbajtjen e saktë dhe përputhjen me standardet më të larta ndërkombëtare të rregullorës në fjalë. Bashkëpunimi me ju ka qenë frytdhënës dhe shembull i shkëlqyer i partneritetit efektiv mes palëve vendore dhe ndërkombëtare, duke dëshmuar edhe një herë se sfidat e përbashkëta mund të tejkalohen vetëm përmes angazhimit të përbashkët, profesionalizmit dhe vullnetit mirë. Jam besim plot që ky bashkëpunim do të forcojë kapacitetet e prokurorisë speciale dhe policisë Kosovës për të hetuar veprat komplekse që konsiderohen të rëndësishme në përfshirje në ekipet e përbashkëta të hetimit në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Në këtë drejtim, e gjithë puna, profesionalizmi dhe përkushtimi i ekspertëve në hartimin e rregullorës në fjalë është kurorzuar me miratimin e kësaj rregullore nga Këshilli Prokurorial para 3 ditëve, e cila tash ka karakter detyrues në zbatimin e saj dhe do të jetë lehtësim për punën hetimore të prokurorisë speciale. Dhe këtu nuk mundem pa falënderuar grupin punues në krye me prokurorin special zotin Valdet Gashi. Kjo rregullore, por jo vetëm, e cila tash përfaqëson një bazë të fortë për luftimin e kriminalitetit, është një dëshmi konkrete e suksesit të këtij bashkëpunimi. Prandaj në emrin tim dhe në emër të sistemit prokurorial, me zotimin se do të garantojmë bashkëpunim me gjitha institucionet relevante në zbatimin e kësaj rregullore, ju falenderoj nga zemra për mbështetjen dhe përkushtimin gjatë gjithë këtij procesi. Shpresojmë se ky bashkëpunim i suksesshëm do shërbejë si themel për projekte të tjera të përbashkëta mes nesh. Ju falenderoj shumë. Përshëndetje për gjithë, i nderuar ambasador, i nderuar kryeprokurori Sufaj, i nderuar kryetari i Këshillit Prokurorial, të nderuar drejtues të institucioneve ligjzbatuese, të nderuar gjithë të pranishëm. Është nder dhe privilegj që ju drejtohem sot në emër të Policisë Kosovës në këtë ceremoni, e cila do të shënojë një moment të ri dhe më të fuqishëm në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit në vendin tonë. Sot ne po lansojmë një iniciativë të re që do të forcojë kapacitetet tona hetimore dhe do të thellojë bashkëpunimin ndërkombëtar për të arritur rezultate më të shpejtë dhe më efikase. Lancimi i ekipet përbashkëta hetimore është një hap tjetër në forcimin e sundimit të ligjit dhe të sigurisë për qytetarët tonë. Ekipet e tilla do të ndihmojnë për të përmirësuar koordinimin dhe bashkëpunimin midis agjencioneve të ndryshme, duke përfshirë policinë, prokurorinë dhe institucione tjera ligjzbatuese. Këto ekipe do të angazhohen në hetimin e krimeve të rënda, përfshirë ato që lidhen me krimin e organizuar, korrupsionin dhe krimet ndërkombëtare ose transkonfitare, të cilat kërkojnë një koordinim të ngushtë dhe shkëmbim të informacionesh mes institucioneve për të arritur rezultate të shpejta dhe efektive. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i këtij projekti është edhe angazhimi dhe bashkëpunimi me agjenci të tjera ndërkombëtare, si Europoli, Interpoli, si dhe agjenci të tjera të ngjashme, për të siguruar që jemi në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për të luftuar krimin në një shkallë globale. Kjo do të mundësojë gjithashtu shkëmbimin e informacioneve dhe mbështetjen e hetimet ndërkombëtare që prekin qytetarët tonë. Përmes këtij programi, ne do të fuqizojmë kapacitetet e hetimeve tona, duke siguruar trajnimin dhe mbështetjen e nevojshme për ekipet e reja. Drejtoria e Përditshme e Policisë do të jetë e angazhuar për të siguruar që këto ekipe të kenë të gjitha mjetet dhe burimet për të kryer punën në mënyrë më të mirë të mundshme. Ne jemi të vetëdijshëm se krimi dhe korrupsioni janë fenomene që kërkojnë një angazhim të përbashkët, jo vetëm nga policia, por edhe nga prokuroria, gjykatat dhe padyshim bashkëpunimi me qytetarët është shumë i nevojshëm. Ekipet e përbashkëta hetimore janë një mundësi për forcimin e besimit në institucione dhe për të siguruar se ata që shkelin ligjin do të mbajnë përgjegjësi. Në përfundim, dëshiroj të theksoj se ky është një moment i rëndësishëm
për Policinë e Kosovës dhe organet tjera të ndjekjes penale. Ky projekt është një shembull i angazhimit të Policisë së Kosovës për të luftuar krimin dhe për të siguruar një shoqëri të sigurt për të gjithë. Ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë këtë rrugë dhe të sigurojmë që ekipet e përbashkëta hetimore do të jenë një mjet efikas në luftën tonë të përbashkët. Përfitoj nga rasti të falenderoj qeverinë britanike dhe ambasadën e saj këtu në Kosovë dhe sidomos ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë Policisë së Kosovës të veçantë në projektin e fjalë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj.